Një operacion i koordinuar nga policia greke në zonën e Athinës dhe Arkadias ka zbuluar një aktivitet të gjerë kriminal të kultivimit të drogës. Grupi kriminal me pjesëtar shqiptar kishte organizuar prodhimin e marijuanës si dhe tregtimin e kokainës, ketaminës dhe drogës sintetike MDMA. Kreu i grupit rezulton të ishte 39 vjeçari Fation Prendi, i njohur për precedent penal në Greqi për tentativë vrasje dhe grabitje dhe ndodhen në masën e detyrim paraqitje. Në hierarki pas tij ishte 36 vjeçari Elson Dreca, ndërsa bashkëpunëtor në ruajtje magazinimin e drogës, parave dhe celularve ishin Briseida Sami 35 vjeç, Pashke Gega 73 vjeç dhe Zoje Ndoj 35 vjeç. Gjatë operacionit u arrestuan gjithashtu 50 vjeçari Arben Mashi, i cili jetonte në mënyrë palishme në Greqi dhe kishte precedent penal për organizatë kriminale, drogë dhe armë. Gjatë kontrollit policor u sekuestrua 1 tonë 161 kg marijuan, 1640 rrënjë marijuan dhe gjithashtu dhe dhoje të drograve të tjera, si dhe armë, pistoleta dhe kalashnikov. Shitja e këtyre lëndëve narkotike parashikoi të sillte një fitim prej 8 milion euro. Policia greke deklaroi se grupi ishte një strukturë e mirë organizuar dhe kishte planifikuar të shfrytëzonte rrjetin e tij për transport dhe tregtim të plotë të drogës në mënyrë sistematike. Hetimet vazhdojnë për të identifikuar të gjithë pjesëtarët e mundshëm të rrjetit dhe për të parandaluar aktivitete të tjera kriminale në territorin grek.